çdo besim, çdo vore kaluar bashkë në këtë vitar. Si pjesë të stafit të kësaj shkolle, dje krenari që punoj me kolegë dhe nxënës të përkushtuar që duan dijen dhe sfidat intelektuale. Si profesoresh e matematikës, shpesh mendoj mënyrën se si kanë ndryshuar mësimin në vite. Dikur gjithçka ndodhte brenda mureve të shkollës, një tabelë zezë, një shkom si barë dhe shokë pushten. E sot klasa ime është më shumë se një hapësirë fizike, është një botë virtuale, ku dijen ndohen nëpërmjet ekranit, platformave digjitale dhe teknologjisë moderne. Më pruan kur unë filloj të jam pëse, gjithçka vare nga libri dhe nga mënyra se si profesori arriti ta shpjegonte lëndën. Nxënësit marrin shënime në kujdes, ose çdo ushtrim në tabelë kishte një rrezik të veçantë. Puna përditshme ishte më ngadalë, por edhe më e përshëndruar. Çdo formulë kërkonte durim dhe praktikë të vazhdueshme. Kur flasim për shkollat, nuk mund të mos e kujtojmë edhe periudhën e vështirë të shkollave në shtëpi. Ishte koha kur arsimi u bë simbol i qëndrimit sonë. Në ato forma të vogla, në shtëpi private, mësuesit dhe nxënësit nuk ndonin vetëm dije, por edhe guxim, shpresë dhe dashuri për atë. Ndërsa sot, mësimi zhvillohet në kushte shumë të mira. Shkollat janë të hapura, janë të pajisura me teknologji moderne dhe nxënësit kanë qasje në internet, libra elektronik e mjete mësimore digjitale. Mësuesi nuk është vetëm burim i dijes, por është një udhërues në botën e informacionit. Megjithatë, edhe pse sot kemi shumë lehtësi, duhet të kuptojmë se mësimi i vërtet vjen nga dëshira dhe përkushtimi, ashtu siç e kërkuan ata që mësuan edhe në kohën e luftës.